ne e morëm edhe një informat që po përgatitet hapja e ambasadës së Kosovës tonë në Finland. Sot kemi me fol me Hysneun në Finland, po jo për psikologji sot, se vesh marrin vesh që ka ndodhur atje, se e kish pas një vizit në Finland, për cilën unë s'ko marrë vesh përmes lajmeve, po përmes Hysneut e kish pas një vizit presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, po m'duket në foto e pash edhe Donika Kada Bujupin, po m'duket, tash më tregon edhe Hysneu është e sakt apo jo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, përshëndetje për ju. Peshatim mrapa në Finland dhe pas këtë motin e mirë, tjil, po. Gjelbrim sa dush. Jo, pikërisht. Ajo që biseduat me Erzën, unë e kisha quajt si sinqeritet i tepërt edhe pastaj ai shkon në dëm të individit. Keni studim që thaj ke njerës që i ngusi mas shumë të jem mas sinqertit me ta. Edhe bash e diskutojshim një shoqni prej prap hinëm psikologji, po s'ka dert, se interesante, me 4 veta që jemi shok, edhe i tham njonit për i tëni që e ngucim ton kohën, mas shumë të tham, apëshet ti ko ke qysh me thonë, ma frajeri për i grupit, se na krejt ty të ngucim, krejt jena sinqert me ty, e na 3 tjetë me zveti nuk jena sinqert, se s'munim ju thonë njëni tjetërit shumë sanet, këshia se tu të mos po preket. Kështu që, kur ngucën njerës, janë ma të sinqert, apo? Vllaznit ngucën ma shumë të me zveti. Pikërisht. Vllaznit ngucën ma shumë të me zveti, edhe shokët e mirë ngucën ma shumë të me zveti. Qikat jo shumë se ju me të hatri këtëne, janë pak ma të ndishme, janë ma dramatike. Ka me të hatri mu, qikat më përjashtim prej meje, po më ndëm. Jo, qikat me zveti, me të hatri prej meje. Ja, Erzat, e kuptan shëgore. Po, që se shkojmë të tema, po, presidentja Osmani ishte dje në vizitën në Finland dhe u takua me presidentin e Finlandës, Aleksandr Stubb, dhe me ministrën e punëve të jashtme të Finlandës. Pastaj ishte edhe një takim që e aranjoj shoqata e bizneseve shqiptare këtu në Finland, dhe ishte një kënaqësi që ti shumë ato së bashku dhe të takoj me presidenten, me të gjithashtu ishte edhe zonja Donika Kada Bujupi dhe pastaj këshilltarët e vet dhe ekipa tjetër që përsjell presidenten. Më ka bu përshtypje shumë ky takim me presidenten, më ra 2 herë me bisedua shumë shkurt me te, por më bëri përshtypje ajo modestia saj, afërsia me të gjithë të pranishmit në atë vend, pra shkoj te secila tavolinë dhe i bisedoj gjëra të caktuara me secilin dhe ishte ofert me secilin nga ne, gjë që unë personalisht e vlerësoj shumë. Po, interesant puna e presidentës Osmani dhe kër i kom pa fjalimet e saj, kër kom qenë prezent, kër kam bajt në një fjalim në ndonjë hapit, në një manifestimi caktum kulturor, se që ashtu më ka ra me pa, do më thonë, kështu drejt për drejt me qenë aty në dhomë me të, do këshumë që nuk i ka ato frazat e ushtrume të majt me në mend, qysh kanë ditë mi pas do politikanë tjerë që i kemi pas kënej pari, edhe se do prezident që i kanë pas fraza të ushtrume ma herët me skenar, edhe kjo duket shumë e lirë dhe improvizon edhe flet, duket shumë e meshme, në vërtet. Pikërisht, fjalimin që e mbajti nuk e kish në atë mënyrën, ndoshta në pikat shkurta diçka, po në fjalimin që e mbajti para nesh, ishte një fjalim që dilte pikërisht nga mendja e saj, nga zemra e saj. Me thonë, atu për atu i thoshte gjërat dhe në fjalim të shkurt e përfshiti edhe historinë e para luftës, edhe historinë e pas luftës, edhe kontributin e mërgatës, edhe dashnin që ka vendi jonë për neve dhe dashnin që kem ne për vendin tonë dhe rëndësinë e unitetit, e bashkëveprimeve dhe gjitha gjërave tjera.
ne e morëm edhe një informat që po përgatitet hapja e ambasadës së Kosovës në Finland. Nuk e dia hapet në Helsinki aku, por kryesorja është që do të hapet e ambasadës, shpresoj që në Helsinki të hapet jo në porin një vend që është folë më herët,